Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kurat natyrale që pastrojnë tërësisht zorët dhe eliminojnë barkun e fryrë dhe kapsllëkun. Shëndeti tretjes është pjesë përbërëse e të ndjenjët i lumtur, i shëndetshëm dhe mirëqenie të mirë. Një organ i rëndësishëm në sistemin e tretjes është zorra e trash, e quajtur edhe zorra e madhe. Shëndeti i zorrës së trash është një pjesë e rëndësishme e shëndetit të tretjes. Disa njerëz pretendojnë se zorra e trash duhet të pastrohet për mirëqenien optimale të tretjes. Megjithatë, ulëntimi që provon efektivitetin e pastrimit është i vogël dhe i ulën në cilësi. Megjithatë, disa aspekte të pastrimit të zorrës së trash mund të jenë të dobishme. Kjo mund të ndihmojë në probleme të tilla si kapsllëku ose zbrazja e parregullt të zorrës dhe ka disa dëshmi se ajo gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e problemit të zorrës së trash. Pastrimi i zorrës së trash mund të bëhet edhe nëpërmjet recetave të duhura. Në këtë video, sipas Brejtësaj, do të rendisim disa mënyra për të pastruar zorrën e trash në mënyra natyrale dhe në kushte shtëpie. Ka disa mënyra për pastrimin e zorrës së trash. Ju mund të bleni një produkt të pastrimit të zorrës së trash ose mund të bëni një shpërlarje ose një klizmë. Përndryshe, ju mund të bëni gjëra të thjeshta për të rritur ose pastruar shëndetin e zorrës së trash në mënyra krejt natyrale. Përmirësimet e mëposhtme natyrale të zorrës së trash mund të bëhen me çmime të ulta dhe jo gjithashtu mjaft të sigurta nëse i bëni si duhet. Ju nuk keni nevojë të bëni pastrime të zorrës së trash çdo ditë ose shpesh për të qenë të shëndetshëm. Edhe ato që kanë përfitime shëndetësore kur bëhen në mënyrë sporadike, janë të mira për zorrën tuaj. Prandaj, sipas Brejtësaj, do të rendisim disa nga më efektivet që mund t'i bëni në kushte shtëpie në dobi të shëndetit tuaj të zorrës. Pastrimi me ujë. Pirja e mjaftueshme me ujë dhe qëndrimi i hidratuar është një mënyrë e shkëlqyer për të rregulluar tretjen. Njerëzit që mbështesin pastrimin me anë të ujit për pastrimin e zorrës së trash, rekomandohet të pinë 6 deri në 8 gota ujë të fakët në ditë. Gjithashtu provoni të hani shumë ushqime të larta me përmbajtje uji. Kjo përfshin fruta dhe perime si shalqini, domatet, marule dhe selinoja. Në fakt, ka shumë ushqime që ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trash natyralisht përmes dietës suaj ushqyese. Pastrimi me ujë të njelmë. Ju gjithashtu mund të provoni pastrimin me ujë të kripur. Kjo është veçanërisht e rekomanduar për njerëzit që përjetojnë në kapsllëk në mënyrë të rregullt. Një studim i vitit 2010 tregoi se uji i kripur ndoshta mund të pastrojë zorrën e trash kur kombinohet me disa pozita të yogas. Para se të hani mëngjes, përzieni 2 lugë çaji krip me ujë të vakët. Rekomandohet krip deti ose krip himalajesh. Pini shpejt ujë në stomakun bosh dhe për pak minuta, ndoshta do të ndjeni nevojën për të shkuar në tualet. Bëjeni këtë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe siguroheni të qëndroni në shtëpi brenda për të pasur një pastrim më të lehtë. Ju mund të keni nevojë të shkoni më shpesh në banjo dhe kështu duhet të qëndroni në shtëpi. Dieta e lartë me fibra. Fibra është një makronutrient thelbësor që shpesh anashkalohet në dietë. Është gjetur se ushqimet bimore të shëndetshme si frutat, perimet, drithrat, darat dhe farat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë. Bimët përmbajnë celulozë dhe fibër dhe ndihmojnë në ngurtësimin e materjes së tepërt të zorrës së trash. Ato gjithashtu rregullojnë kapsllëkun dhe jashtëqitjen e tepërt, ndërkohë që rrisin bakteriet e dobishme si një probiotik. Sigurohuni të hani më shumë ushqime të larta në fibra, të cilat ndihmojnë në shëndetin e zorrës së trash. Ato mund të jenë të shkëlqyera për bakteriet e zorrëve. Lëngjet dhe smoothie. Lëngjet janë pastrues popullor i zorrës së trash. Këtu përfshihet agjencia për pastrimin në anë të lëngjeve të frutave dhe perimeve. Megjithatë, nuk ka kërkime të mjaftueshme për të. Marrja e moderuar e lëngjeve mund të jetë më e mira për ju. Lëngjet përmbajnë disa fibra dhe udhëheqës që përmirësojnë tretjen. Ato gjithashtu përmbajnë ujë për të ndihmuar në hidratimin dhe të mbani të rregullt zorrëve. Për më tepër, një studim i vitit 2015 zbuloi se vitamina C ndihmon në pastrimin e zorrës së trash. Vitamina C gjendet në shumicë te fruta dhe perimet të shtuara me lëngje të përziera. Lëngjet popullore të azgjësimit dhe pastrimit të zorrës së trash përfshin lëngun e mollës, limonit dhe lëngjet e perimeve. Megjithatë, ekspertët rekomandojnë smoothie mbi lëngjet e shëndetit të zorrës, të cilat ofrojnë edhe minerale më të mira për përthithjen e zorrëve. Është e rëndësishme që gjithashtu të merrni element ushqyes për organizmin tuaj.
28 rezistente janë të ngjashme me fibrat. Ato gjenden në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajat, bananet, jeshilet dhe drithrat. Këto promovojnë një zorë të trashë të shëndetshme duke rritur mikroflorën. Një rishikim i vitit 2013 me 28 rezistente gjithashtu zbuloi se ato ulin rrezikun për probleme të zorrës së trashë. Megjithatë, ka një dobësi. 28 rezistente gjenden në karbohidrate, megjithatë, ekspertët rekomandojnë një dietë të ulur në karbohidrate pasi mund të zgjidhni opsione që shkaktojnë zvogëlimin e sheqerit. Përfshini këtu në dietën tuaj sikurse fibrat, të cilat janë të mrekullueshme për të përmirësuar aktivitetin e zorrës së trashë. Një mundësi e mirë për të lehtësuar problemet e zorrës së trashë është edhe përfshirja e probiotikëve në dietën tuaj. Shtimi i probiotikëve është një mënyrë për të pastruar zorrën e trashë. Kjo gjithashtu rrit shëndetin e përgjithshëm në shumë mënyra natyrale. Ju mund të merrni më shumë probiotik duke marrë shtesa probiotike. Gjithashtu hani më shumë ushqime të pasur me probiotik si kosi, turshit dhe ushqime të tjera të fermentuara. Probiotikët paraqesin bakteriet të mira të zorrës dhe ndihmojnë në fibrat dhe nisështen rezistente. Këto frenojnë inflamacionin dhe rrisin edhe rregullsinë, dy elemente shëndetshëm të tretjes që lidhen me zorrën e trashë. Mushti i uthullës së mollës konsiderohet gjithashtu probiotik dhe përfshirë në pastrimin e zorrës së trashë. Enzimat dhe acidet që përmban uthulla e mollës largojnë bakteriet e këqija. Çajrat bimor janë një mundësi shumë e mirë për zorrën tuaj. Të provoni çajra bimor mund të ndihmojnë në shëndetin e zorrës suaj. Bimët laksative si psilium, aloe vera, rrënja e marshmallës dhe elementë të ndryshëm mund të ndihmojnë me kapsllëkun. Sigurohuni që të bisedoni me mjekun tuaj dhe të ndiqni udhëzimet nga afër përpara se t'i përdorni këto barna. Gjithashtu përdorni ato me masë, përndryshe mund të jenë të dëmshme. Provoni një gotë me një nga çajrat bimor 3 herë në ditë. Pini çaj bimor laksativ vetëm një herë në ditë. Gjithashtu duhet të keni parasysh se zora duhet të pastrohet në mënyrë natyrale. Kombinimi i tyre në mënyrë natyrale do të rrisë frekuencën për të dalë jashtë. Efektet anësore të pastrimit intensiv përfshijnë të përzira, të vjella, marramendje, dehidratim dhe dhimbje barku. Nëse ndonjë nga këto simptoma ndodh, ndaloni menjëherë pastrimin e zorrës suaj, të cilët mund të ndikohen gjithashtu edhe nga ushqyes të ndryshëm. Sistemi ynë tretës është një nga sistemet kryesore të trupit. Zora e trashë është një pjesë e rëndësishme e asaj që ka shumë funksione. Ajo riciklon acidet yndyrore, thithuin, vitaminat që janë thelbësore për shëndetin e të gjithë trupit. Kjo është një arsye pse është kaq e rëndësishme për ta mbajtur të shëndetshme dhe të pastër. Si aktiviteti fizik ashtu dhe ushqimet të shëndetshme mund të ndikojnë për të mbajtur të shëndetshëm sistemin tretës. Sidoqoftë ka disa këshilla të tjera që mund t'i shtoni në dietën tuaj. Sipas Brejtsajt, ju duhet të konsumoni mollë. Të gjitha dimë se mollët janë të shkëlqyer për shëndetin. Ato ndihmojnë të ruani shëndetin e sistemit tuaj tretës. Duke ngrënë mollë rregullisht do të pastroni trupin nga toksinat. Selino, kjo perime është e mahnitshme për shëndetin tuaj. Ajo përmban fibra, kalcium, kalium dhe një numër të elementëve të tjerë të dobishëm që pastrojnë zorrën. Papaja. Ky frut ka shumë funksione në shëndetin tuaj. Mund të përmirësojë punën e sistemit tuaj tretës dhe të forcojë zorrën e trashë. Uji. Të gjithë e dimë se uji është thelbësor për shëndetin tonë. Dehidratimi çon në një numër të problemeve të ndryshme shëndetësore duke përfshirë edhe sistemin tretës. Kjo është një arsye pse duhet të pini 2 deri në 3 litra ujë në ditë. Avokado. Avokadot përmbajnë një numër të vitaminave dhe elementëve të dobishëm, duke përfshirë këtu acidet yndyrore omega 3. Këto elementë do të ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trashë dhe parandalimin e çrregullimeve të saj të ndryshme. Nëse doni të keni një zorrë më të shëndetshme, atëherë duhet të përfshini në dietën tuaj receta natyrale, të cilat ju ndihmojnë në eliminimin e papastërtive dhe sjellin përmirësim të dukshëm të shëndetit të saj. Duhet të fokusoheni tek një ushqyerje sa më e shëndetshme për të evituar kështu edhe problematika që e lindin zorrës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të shfaqen në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë tu.